email anglez që jep të dhona që mund të jep prej e shërbimeve ruse dhe izraelite. Me qenë se ky është një familje me prejardhje hebreje, vetë Epstein. Dhe kjo tregon shërbimeve ruse. Po them, është një analizë e tillë me diumet anglez, ku bile mund të jetë edhe i përgatitur edhe nga shërbimet izraelite, me qenë se përmenet furi shumë atje një rast jashtëzakonisht i rëndë, që ka të bëjë me një kryeministër të Izraelit, flitet për Butt Barakun, i cili ka një dosje e cila është publikuar. Dhe ka qenë brutal me atë vajzën e mitur nga Florida, mos të gaboj, kështu qytetit. Dhe tëra kjo tregon që të lidhëm nga tema nga ajo që pyetet ju, mendoj që ndoshta ka qenë një farkohë e njerëzve krenari me këta miliarderat të takuan. Sepse ne kemi atë vrullën e materializmit të tillë që njerëz dëshirojnë me njerëz të fuqishëm me manjat të kenë lidhje. Por ne nuk mund të flasim që Pacolli ka pas ndonjë njohuri, dhe ne mund t'i besojmë atij që asgjë ka njoft. Unë nuk e besoj që ka qenë figurë pa njoftën e Epstein, nuk e besoj. Edhe më qenë se mendoj që në të ardhmen do vinë karriera rrezikohet të shumë liderëve. Besoj që kjo do të prapet edhe në Hollywood, edhe tek aktorët, edhe të njerëz të shohut, të mediave të ndryshme të mëdha, do të binë prej, mund të them, do shta edhe veprave të tyre që kanë bërë. Se kjo është marrëria që për s'pojnë libra fetar atje, një 3800 vite përsëritet prapë periudha lutit. Dhe kjo është e rëndë. Dhe mendoj që në këtë drejtim, ata njerëz që mendojnë, se ata njerëz ka që nuk pajtojnë, thotë jo, kjo sokur që ka po luti atje para 3800 viteve. Po kështu mendojnë, e pastaj ndodhin këto ngjarje të sesoj, përsëritet. Kjo është thotë ajo forma që kjo është ajo marrëzia që më thonë ekstremisht e ka dëmtuar, mund të them, para mendone vetëm Lajçakun ja marr si shembull. Ne kemi menduar që një njeri tillë vjet na sjell neve poshtë, na sjell stabilitet, ose të na jap leksion për demokracinë. Ai njeri gjitet me dikon marrët më të mëdha që është e turpshme të flitet.